Mirëmëngjesi miq të Info Web Media. Sot data shënon 14 mars, qyteti i Elbasanit i traditës kremton ditën e verës, ndërkohë që festimet në fakt kanë disa ditë që kanë nisur dhe një nga momentet kulminante ishte edhe mbrëmja 13 marsi ku me mijëra qytetar, por edhe miq zbarkuan në qytetin e traditës, ndërsa duket se të gjitha rrugët dhe sheshet e qytetit u mbipopulluan nga qytetarët të cilët u elektrizuan në tingujt e muzikës dhe koncertit i cili u përcoll në qendër të qytetit me emrat më të njohur të muzikës shqiptare si Gjensila Myrtëzaj, Ledri Vula, Eneida Tarifa dhe shumë elementë të tjerë të muzikës shqiptare. Ndërkohë që kremtimet në fakt kulmojnë sot më 14 mars, aty ku çdo vit në fakt e shndruar në traditë aktivitetet të nisin me karnavalet e shkollave nëntëvjeçare të qytetit, ku secila prej tyre do të parakalojë në sheshin qendror me fabulën e saj dhe në një moment të dytë do të kemi edhe fabulën e cila do të triumfojë apo do të shpallet fituese. Do të jetë Misë Lulja e Verës, një tjetër aktivitet i cili organizohet në kuadër të ditës së verës, panairat e zejtarisë, të cilat ekspozohen për gjatë mureve historike të Kalas për herë të parë, vjen në vëmendje dhe në shtrirje edhe panairi i bujqësisë, i cili në këtë edicion është konsiderohet ri si një mori aktivitetesh të tjera, po ashtu është planifikuar që pjesa e drekës, pra në drekë qytetarët kenë mundësi të shijojnë tingujt e muzikës dhe një tjetër koncerti i cili po ashtu do të gjisë në podium këngëtar të mirënjohur dhe të dashur. Më pas, tradita e do që secili të shpërndahet në vatrën familjare për të vijuar kremtimet e ditës së verës, një pjesë bëjnë me dije se në fakt do t'i mbeten tradicionale për ta kremtuar atë në natyrë, favorizuar edhe nga kushtet klimatike shumë të mira dhe rrezet e diellit, të cilat janë prezente edhe sot në Elbasan. Ka prej tyre sidomos miqtë që ndoshta do t'i drejtohen restoranteve, bareve, ku më bëhet me dije se Elbasani këto ditë është full, nuk ka asnjë njësi akomoduese poshtë, ndërkohë që kremtimet, festimet do të vazhdojnë më pas edhe ditën e diel. Pra gjithë fundjava është për të festuar në Elbasan. Një çmenduri në fakt e kanë konsideruar edhe drejtuesit e Bashkisë Elbasanit atë se çfarë po ndodh Elbasan. Duket se të gjithë janë në qytetin e origjinës, duke i uruar, gëzuar një verë të mbarë dhe të begat në vatrat tuaja familjare. Ne do të jemi së bashku për të përcjellë çdo detaj nga kjo festë.